që i vogël thoshte që unë do bëhem kalciator. Kam frikë sikur do të prishet e gjithë kjo gjë, për shembull, e jetoj si ende. Kam zgjedh gjithmonë Shqipërinë, kam vënë gjithmonë fanellën përpara. Forca Re! Je kampioni! Ishte koha kur i shylli Argjentinës Mario Kempes firmosi kontratë 2 vjeçare me Lushnjën, duke u bërë trajner i parë i huaj në Shqipëri prej luftës së dytë botërore. Me 21 dhjetor 1996, i gjithë qyteti ishte në ekstaz. Një legjendë gjallë vendosi të punonte në futbollin modest shqiptar, i joshur nga kontrata e majme me vlerë $350.000 në 2 sezone, plus rroga mujore prej $1.500. Por aventura e ish sulmuesit që realizoi 2 gola në finalen e botërorit 1978, ku Argentina fitoi titullin dhe u shpall fituesi këpucës dhe topit të artë të turneut, zgjati vetëm 3 muaj. Rënia e firmave piramidale u shoqërua nga rebelimi i popullsisë dhe lufta civile që solli rënien e shtetit. Me një skuadër që për vite me radhë noton ujëra të turbullta dhe nuk ka arritur të fitojë trofe të rëndësishëm, futbolli në Lushnjë është rikthyer në vëmendje prej një emri, Rej Manaj, talenti i njohur edhe si shqiptari i Interit. Në qendër të Lushnjës, në vitin 1997, në familjen Manaj erdhi në jetë një djalosh. Vendosën ta quajnë Rej. Ende pa hedhur mirë hapat e parë, familja Manaj prej atyre viteve të mbrapshta vendosi që të emigronte drejt Italisë. Voglushi Rej jetonte vetëm disa qindra metra larg stadiumit Roza Axhiu këtu në Lushnjë, por edhe pse u zbuluan vonë se pasioni i tij i madh ishte futbolli, e asnjëherë nuk arriti që ta shkelte këtë fushë, ndoshta sepse ishte i destinuar për gjëra më të mëdha, për të luajtur në kampionatin më të fortë në botë dhe në një prej skuadrave më të forta në Europë, siç është Internazionale Milano. Ka lindur në një moment shumë të vështirë, ju e dini shumë mirë për shembull sepse ishte koha e luftës që armët ishin dhe Rej ishte i vogël. Trembej shumë kur gjuanin të tjerët me armë dhe unë gjithmonë e vija me muzikë në gjumë. Dhe e mori këtë gjithmonë vesh i tij donte të dëgjonte muzikë, gjithmonë. Flinte gjumë Rej me muzikë me majtofon në zërin e quar që nuk dëgjonte zhurmat e armëve. Edhe derisa është rritur një vjeç e gjysmë që ashtu ai gjithmonë po të fikej majtofoni zgjohej. Pasioni për futbollin nisi prej moshës së vogël. Topi ishte gjithçka për djaloshin e familjes Manaj. Çdo ditëlindje, çdo festa që kishte, i blenin vetëm top. Dëshira e tij ishte vetëm top. Edhe jastekun e donte me figurën e topit. Por asnjëherë nuk e kishte menduar për shembull që do të bësh ky që është sot ose shpresojmë nesër. Por nëse të gjithë e shihnin futbollin si mënyrë argëtimi, dikush besonte te Rej. Dukesh që ishte talent, se çdo gjë që kapte, që dilte përpara i sillte me këmbë. Testimet nisën prej moshës së vogël, duke përfshirë edhe provat e Milanit dhe Atalanta që nuk u bindën prej fizikut të imët të voglushit. Në moshën 11 vjeçare, nisi edhe karriera në nivel të rinj te Piacenza. Kam pas shumë fat që kam pas familjen time afër, babin sidomos në këto punë. Dhe më pëlqente futbolli, pyeta një herë, më çovi me një shok, me një mik të tij. Fillova stërvitjen të gjërë shumë, pastaj fillimisht gjithë ekipi pagunte €300, po ne erdhëm kështu na njihnin ata që kishin marrë në Shqipëri këtë gjërë shumë, punë kishte pak dhe banin që mos paguja fare, pagunte një tjetër. Që atje ndonjë një vit në Rom, pastaj në Roma ika, vajta te Piacenza, bëra 3 vjet te Piacenza. Gjeta shumë mirë, falimentovi Piacenza, vajta te Cremonese, loza me ata të rinjt, me përpara, pastaj kalova ata me të rriturit. Bërëm një sezon të bukur, vajta te Sampdoria dhe na Sampdoria Cremonese dhe tani ku jam tani.
Nuk është se është frika të sako, se ka dhe të moshës ti, kur i thuj që hajtë se do të rritesh me ekipin e para, i 15 vjeç ka është alenuar me Mihajlović. Dhe Mihajlović në fund kampionatit tentoi ta fuse, po i thanë jo, se ne kemi prestito për 200.000 euro. I vete Cartellino. Pasionin për topi nuk e ka humbur për asnjë moment. Sa po zbret në fush, vrapon të nis xhonglimet. Me topin në këmbë ndihet i sigurt se mund të realizojë gjëra jashtë normales. Te Sampdoria që ishim me Delio Rossin atje, ndeshja e parë që bënim me ekipin e parë dhe gjyta në mezi fushës. Dhe trajneri ime më çojnë dhomat e zhveshjes dhe tha po bërë njërë tjetër do lësh fushën. Një javë lozëm dielën me Çezenën, sa fillon direkt pjesa e parë gjyna mezi fushës, bëj gol dhe i them atij kështu ecëm mirë. Dhe këta faktu e kanë marrë shumë për sa e marrin për personalitet, sa e marrin për budallallik. Kush e një nga afër, rej është shumë ndryshe. Kurse nga larg le atë për shembull që është një njeri i fortë, kokë fort, njeri që nuk bindet rregullave, por po të dish ta marrësh është një person krejt ndryshe. Rej Manej ka një talent të lindur. Prej moshës së vogël nisi të koleksionoj kupa dhe medalje, duke bërë diferencën mes bashkëmoshatarëve. Unë faktikisht kam qenë më i ashpër që i thoshe nuk i bëja kur që ta lavdëroja, se s'doja që ti rritesh mendje, se duke pari çik tip të hedhur kështu, edhe kisha frikë se mos gabonim edhe i rritesh mendja. Kur nuk i kemi thënë që ti je i fortë ose ti je më i fortë i skuadrës, po gjithmonë e kemi kritikuar. Dhe këtë gjë e kam vënë re shumë vonë dhe më vjen keq shumë për këtë gjë. Gjithmonë thoshte që ju nuk më lavdëroni kur. Është e vërtet kjo gjë, nuk ja kemi thënë kur sepse Rej është një fëmijë që shumë entuziast, shumë dhe kishim frikë se mos gabonim në këtë rast duke i mburur, duke i bërë qefin. Në sezonin 2014-2015, Cremoneze jep sulmuesit të ri të gjithë hapësirën e nevojshme. Me 11 tetor 2014, në moshën 17 vjeçë e 7 muaj, Rej Manaj bëhet golashënuesi më i ri në historinë e Lega Pro. Ish trajneri i Interit Gigi Simoni, aktualisht presidenti Cremonezës, e cilëson Bobo Vjerin e ri. Për Bobo Vjerin se di unë, po ai më ka thënë ashtu, po mu këtë gjë kështu si digjoj as si shikoj. Di vetëm punë që duhet bëj, që duhet servitem, këto gjëra kështu, punët e tjera, thojnë çfarë dojnë njerëzit dhe thojnë shumë gjëra.